Drejtoria vendore e policisë së Vlorës ka finalizuar operacionin policor antidrogi kodur koktejl nga seksioni i trajtimit e narkotikëve të Drejtorisë vendore të policisë Vlorë në vijim të goditjes së veprimtarisë kriminale të shitjes së drograve të forta në zonat bregdetare të qarkut. Sekuestruan 103 doza MDMA dhe ketamin, si dhe 120 kokra ekstazi të përgatitura për shitje. Vjen në pranë nga dy shtetas anglez, të cilëve u gjetën drograt e forta në dhomën ku qëndronin në dhërmisi dhe në automjetin e tyre së bashku me një shumë parash prej 6.185 euro dhe 720 pound, të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale. Në vijim të kontrolleve për goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së drograve të forta, fal administrimit të menjëhershëm të informacioneve nga inteligjenca policore dhe në zbatim të planit të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë në zonat turistike, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, organizuan dhe finalizuan operacionin antidroge të koduar koktejl. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit e huaj lindur dhe banues në Londër, JB 34 vjeç dhe JC 33 vjeç, të cilët qëndronin ta akomoduan në fshatin Dërmi. Gjatë kontrollit të ushtruar në dhomën e tyre dhe në automjetin tip Mitsubishi në përdorim, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale 52 doza me lënë narkotike të llojit MDMA, 51 doza me lënë narkotike të llojit ketamin, 120 kokra ekstazi, një shumë parash për 6.185 euro dhe 750 pound, si dhe 4 aparat celular. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas i shisnin dozat e lëndëve narkotike në ambientet e argëtimit përgjatë vijës bregdetare të frekuentuar nga pushues dhe turistë huaj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme procedurale.